Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Falenderimet dhe lavdrimet padyshim që i takojnë Allahut fuqiplot, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi vullën e pejgamberëve Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Të dashur teleshikues të televizionit Koha, mirë se po takohemi përsëri me programin ton, podcastin e Ramazanit, e organizuar enkas për ju nga Miftinia e Tetovës. Në këtë podcast ne sot kemi nderin që të kemi mysafire magjistren e shkencave islame Aishe Mehmedi Zylbehari. Mirë se na erdhët, nder dhe kënaqësi t'ju kemi në podcastin ton. Mirë se ju gjeta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, falenderimet dhe lavdrimet të pafundme i takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje dhe mbrojtje kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht, falenderojmë Allahun xhaleshanuhu që na ka mundësuar ta jetësojmë edhe këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Lusim Allahun xhaleshanuhu që të na jep mundësi të bëjmë më të mirën të mundshme nga vetja jonë dhe nga ky Ramazan të mos dalim vetëm se fitimtar. E falenderoj Muftinin e Tetovës për ftesën dhe shpresoj tek Allahu xhaleshanuhu që t'i shpërblej të gjithë ata të cilët kontribojnë në çfarëdo lloj mënyre për të kontribuar në dinin e Allahu xhaleshanuhu dhe mua më dhan mundësi që me fjalën time dhe me dijen time të pakët të kontriboj në dinin e Allahu xhaleshanuhu. Të dashur teleshikues, në këtë muaj të mëshirës dhe reflektimit, çdo njeri nga ne pyet veten se si ta jetojmë Ramazanin më bukur. Përgjigja më e bukur dhe më e sigurt padyshim që do të jetë duke ndjekur shembullin e pejgamberit ton të fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe ne do të ndalemi te kjo temë kaq e rëndësishme, ndjekja e pejgamberit alaihi salatu wasalam, rruga e shpëtimit në kohën tonë dhe veçanërisht gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. E nderuara teologe, çfarë do të na thoni në atë se si na mëson shembulli i pejgamberit alaihi salatu wasalam të ndjekim rrugën e shpëtimit e veçanërisht gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Të nderuar vëllezër dhe motra, në kohën në të cilën jetojmë, jemi dëshmitar të një gjendje shqetësuese, ku i shohim njerëzit duke ndjekur lloj-lloj mënyra të jetesash, figura publike, ide dhe ideologji të cilat sot janë në modë dhe nesër harrohen. Ideologji të cilat flasin për lirinë, por e robrojnë shpirtin. Ideologji të cilat na thuan për lumturinë, por lën pas zbrastinë. Dhe në këtë lloj-llojshmëri vlerash, njeriu shpeshherë humb edhe busullën. Zemra na shqetësohet, shpirti nuk gjen paqe dhe nganjëherë njeriu ngelet edhe pa një drejtim të caktuar. Pse na ndodh kjo? Ndodh për të vetmen arsye, pasi ne kemi harruar të ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi harruar të ndjekim personin i cili asnjëherë nuk del nga moda. Kemi harruar të ndjekim vlerat dhe idetë të cilat na ka dhënë pejgamberi alayhis salam që janë këshill për ne gjatë gjithë kohërave tona. Vetë Allahu xhaleshanuhu thot në ajet kuranor: Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Në të vërtetë, në të dërguarin e Allahu xhaleshanuhu keni shembullin më të bukur. Dhe ne sado që mundohemi të ndjekim personalitete tjera, sado që të mundohemi të ndjekim rrugë tjetër, asnjëherë zemra jonë dhe shpirti jonë nuk do të gjejë qetësi. Pasi vetë pejgamberi alayhis salam na ka këshilluar dhe ka thënë se ju kam lënë pas vetes dy gjëra. Nëse kapeni pas tyre nuk do të humbni kurrë. Ju kam lënë Kur'anin dhe Sunetin tim. Andaj ne domosdoshmërisht duhet të rikthehemi Sunetit të pejgamberit alayhis salam. Domosdoshmërisht duhet të kapemi pas rrugës së Muhammed Mustafas nëse dëshirojmë që zemrat dhe shpirtat tonë të gjejnë qetësinë.
Ju falenderojmë për këtë shpjegim kaq të vlefshëm dhe frymëzues. Duke u nisur nga kjo që thatë, unë do doja të ndalem te një aspekt tjetër i cili është shumë i rëndësishëm. A mund të na tregoni kur ju bë obligim muaji Ramazanit pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe si pejgamberi alayhi salam e praktikonte agjërimin në jetën e tij të përditshme? Muaji Ramazanit, pejgamberit alayhi salam ju bë obligim në vitin e dytë hijretit, në ajetin kuranor ku Allahu xhaleshanu thot Bismillahirrahmanirrahim, shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquranu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Muaji Ramazanit, në të cilin është muaj që zbriti Kurani, i cili është udhërëfies për njerëzit, udhëzues e dallues i të vërtetës nga gënjeshtra. E kush e arrin muajin e Ramazanit, le ta agjëron. Pra kjo ajet kuranor është shumë i qartë për obligueshmërinë e agjërimit dhe gjithë secili që arrin Ramazanin me shëndet të plot, ai e ka obligim agjërimin. Po ashtu edhe pejgamberi alayhis salam pasi u bë obligim agjërimi ka agjëruar të gjithë Ramazanet derisa ka ndruar jetë. Por është e rëndësishme të ceket se agjërimi i Ramazanit të pejgamberit alayhis salam nuk ishte vetëm gjatë muajit të Ramazanit. Pejgamberi alayhis salam agjërimin e kishte shprehi edhe jashtë Ramazanit. Agjëronte vazhdimisht ditën e hënë dhe të ejte dhe kur është pyetur për këtë, pejgamberi alayhis salam ka thënë se ditën e hënë dhe ditën e ejte ngriten veprat e mia tek Allahu xhaleshanuhu dhe unë dëshiroj që veprat e mia të ngriten tek Allahu xhaleshanuhu duke qenë agjërueshëm. Dhe ne nëse vërtet dëshirojmë që t'i ngjasojmë pejgamberit alayhis salam, agjërimi i tij ishte shumë agjërim i sinqert. Agjërimi i tij ishte agjërim që është shembull për ne dhe ne vërtet duhet të pasojmë rrugën e tij, të agjëroj syri jon, të agjëroj veshi jon, të agjëroj dora jon, pasi kjo është qëllimi dhe esenca e komplet agjërimit. Agjërimi është mësim për ne dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm që në këtë shkollë, pra agjërimi është si shkollë për ne, në këtë shkollë të dalim sa më shumë të frymëzuar dhe sa më shumë të kujdesur dhe të mundohemi që sa më shumë të përfitojmë dhe të përmirësohemi veten tonë. Po ashtu pejgamberi alayhis salam agjërimin e radhiste si një ndër 5 shtyllat e fesë islame, ku në hadith thot Islami është ngritur mbi 5 shtylla. Dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahu xhaleshanuhu dhe se Muhamedi alayhis salam është i dërguari i tij, në faljen e namazit, në dhënien e zeqatit, në vizitën e Qabes dhe në agjërimin e muajit të Ramazanit. Pra muaji i Ramazanit është një ndër 5 shtyllat e fesë islame dhe ashtu e ka radhitur pejgamberi alayhis salam dhe ne si musliman e kemi për obligim që t'i besojmë dhe ta praktikojmë agjërimin tonë. E nderuara teologë, në vazhdim a mund të na tregoni se si na këshillonte pejgamberi alayhis salatu wasalam që ne të angazhoheshim në punë të dobishme veçanërisht gjatë muajit të Ramazanit? Pejgamberi alayhis salam ishte mësuesi dhe në vazhdimsi i ka këshilluar shokët e tij se si të veprojnë sa më shumë punë të mira dhe në këtë emision të shkurtër është i padiskutueshëm fakti se unë nuk mund të sjell të gjitha këshillat e pejgamberit alayhis salam pasi është një det që nuk ka fund, por unë jam munduar që të nxjerrë disa perla profetike që me lejen e Allahu xhaleshanuhu do të mundohem t'i sjell para jush dhe të gjithë hadithet që cilat unë i kam përzgjedhur janë hadithe sahih me shpresë dhe me qëllimin e vetëm që këto hadithe të zënë vend në zemrat tona. Këto hadithe të mundohemi që t'i shtim në praktikën e agjërimit tonë dhe në jetën tonë në përgjithësi. Pasi pejgamberi alayhis salam ishte mësuesi dhe do të ngelet mësuesi jon deri në ditën e gjykimit. Pejgamberi alayhis salam në një hadith thot nga përsosmëria e islamit të njeriut është lënia e gjërave që nuk i interesojnë. Nëse ndalemi të analizojmë këtë hadith të pejgamberit alayhis salam, shohim se vetja jon ndoshta është larguar shumë nga përsosmëria e islamit. Vetja jon është larguar shumë nga përsosmëria e imanit, pasi njerëzit në kohën në të cilën jetojmë fatkeqësisht merren shumë me punët e të tjerëve. Fatkeqësisht angazhohen aq shumë me punët e të tjerëve saqë harrojnë të merren vërtet me punët e tyre,
të cilat ndoshta nuk I kanë edhe në rregull. Të mendojmë veten tonë se sa ne jemi të preokupuar për gjërat që nuk na takojnë. Nëse dëshirojmë vërtet të jetojmë si musliman të denj, nëse dëshirojmë vërtet të jemi ashtu siç pejgamberi alayhis salam na këshillon, domosdoshmërisht duhet të heqim dorë prej gjërave që nuk kemi interes. Duhet domosdoshmërisht të heqim dorë prej gjërave që nuk na sjellin as pak dobi. Kur njëherë Muadh ibn Xhebeli e pyeti Resulullahun, o I dërguari I Allahut, a vërtet edhe për fjalën që ne e flasim do të merremi në llogari? Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj, I mjeri ti o Muadh, e kush përveç gjuhës do t'i shtiz njerëzit hund e buz në zjarrin e xhehenemit. Ky hadith vërtet na bën të emocionohemi dhe të ndalemi të mendojmë se sa ne jemi të gatshëm ta frenojmë gjuhën tonë. Kur kives shohim se I ka kapluar edhe gjinin femrore edhe gjinin mashkullore. Vëllezërit tonë në për kafene, në për ndeja, po ashtu edhe motrat tona në për tubime të ndryshme, nuk bëjnë asnjë fjalë të dobishme përveç fjalëve të kota. Ju lutna nga shpirti e zemra që në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, të shfrytëzoni rastin ta përmirësoni veten tuaj, të mundoheni ta shfrenoni veten tuaj prej fjalëve dhe prej veprave që nuk keni dobi. Mundoheni që fjala juaj të drejtohet atij ku Allahu xhaleshanuhu është I kënaqur, pasi për çdo fjalë që ne e themi, vend e pa vend, një ditë padyshim se do të merremi në llogari. Mendohu dhe ndalu e analizoje fjalën para se ta thuash. Këtë fjalë që unë jam duke thënë, a mos e lëndon dikënd? Këtë fjalë që unë jam të e thënë, a është e vërtet ose nuk është? Pasi është diçka shumë e lehtë, por është shumë e rëndë në ditën e gjykimit dhe pikrisht fjala apo gjuha jonë, të cilën ne nuk jemi në gjendje ta shfrenojmë, nuk jemi në gjendje të largojmë përgojimet, nuk jemi në gjendje të largojmë fjerjet, dësharjet, pikërisht këto fjalë, të cilat janë shumë të thjeshta, ndoshta një ditë do të na shtinë në zjarrin e xhehenemit. Këtu shfrytëzoj rastin të këshilloj edhe vëllezërit tonë, të cilët për fat keq janë shumë të mirë në kafene dhe me shoqëri, por në familjet, kur kthehen në familje, janë të tmerrshëm. Ka shumë familje që ankohen dhe trishtojnë kur prindi kthehet në shtëpi, pasi ai nuk mund ta kontrolloj gjuhën e tij, ai nuk mund ta kontrolloj veten e tij. Dhe këshillonin nga hadithi I pejgamberit alayhis salam, ku thot, më I miri prej jush është ai I cili është më I miri në familjet e tyre, kurse unë jam më I miri në familjen time. Pra nuk është ai person I mirë që është në kafene, nuk është person I mirë ai që është me shoqëri, por person I mirë, pejgamberi alayhis salam thot, është ai I cili është vërtet I mirë me gjuhën e tij, me dorën e tij, me sjelljen e tij në familjen e tij, pasi familjen e keni emanet dhe familjet të cilët rriten në një mjedis që nuk ka harmoni, nuk ka lumturi, padyshim se ka shqetësime dhe ai fëmijë asnjëherë nuk mund të rritet me një vetbesim të plot. Po ashtu pejgamberi alayhis salam thot, nuk ka besuar asnjëri prej jush, ai personi I cili nuk ja dëshiron për vete atë që nuk ja dëshiron vëllaut atë që ja dëshiron vetvetes. Edhe ky hadith padyshim se na le të mendojmë dhe të meditojmë se sa ne e duam të mirën e vëllaut ton. Sa ne jemi të gatshëm të gëzohemi për arritjen e vëllaut apo motrës ton, apo në të kundërtën. Sa ne gëzohemi kur familjari jon dështon, sa ne gëzohemi kur familjari jon ka probleme apo vëllau jon apo motra jon. Mund të mashtrojmë gjithkënd, por Allahu xhaleshanuhu nuk mund ta mashtrojë asnjë person. Allahu I madhrishëm I din zemrat, I din shpirtat ton, I din ato që ne I fshehim në brendësi. Andaj ju këshilloj që ky hadith I pejgamberit alayhis salam le të jetë mësim për ne, që ne të përmirësojmë veten ton, ta përmirësojmë ndërgjegjen ton, ta largojmë zilin, ta largojmë xhelozin dhe të mundohemi t'i duam vëllezërit dhe motrat tona vetëm për hir të Allahu xhaleshanuhu. Dhe ne duke vazhduar me këtë temë kaq të bukur, e nderuara teologa, mund të na tregoni se si ishte bujaria e pejgamberit alayhis salatu wassalam gjatë muajit të Ramazanit dhe çfarë mësime mund të nxjerrim ne nga kjo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte më bujari dhe më bujari ishte në muajin e bekuar të Ramazanit. Ky hadith I pejgamberit alayhis salam na tregon se pejgamberi alayhis salam ka qenë bujar gjatë gjithë jetës së tij. Bujaria e tij ka përfshirë çdo gjë që ai ka poseduar, nuk ka kursyer asgjë nga vetja e tij.
Pejgamberi alayhis salam dante kohën, dhuronte buzëqeshje, ju dhuronte qetësi njerëzve. Në muajin e Ramazanit, përveç që e lexonte shumë Kur'anin, ai u mësonte edhe të tjerëve dhe gjithmonë i këshillonte edhe shokët e tij që të jenë sa më shumë bujar dhe asnjëherë të mos ngurojnë duke dhënë për hir të Allahut xhaleshanuhu, pasi që vërtet atë që japim, atë edhe do ta kemi në ditën e llogarisë. Pejgamberi alayhis salam na këshillon pasi është muaji i Ramazanit dhe e shfrytëzojmë rastin që të ftojmë njerëzit edhe në iftar. Pejgamberi alayhis salam na këshillon dhe thot ai person i cili i jep iftar një agjëruesi ka shpërblim sikur ai pa mos ju paksuar nga agjërimi i tij. Pra kjo këshill neve na nxit dhe na le të mendojmë se sikur unë të thras një person sot në iftar, unë ndoshta gjatë gjithë ditës time sot nuk kam mundur të lexoja sa duhet Kur'an, nuk kam mundur që unë të bëj dhikr, nuk kam mundur të mbush ditën time me sadaka ose me vepra të mira, por në të njëjtën kohë, personin që unë e thras në iftar, ai ka mundur që ditën e tij ta mbush me ibadet të shumt, andaj pse mos unë e fitoj edhe shpërblimin e tij, pa mos ju paksuar nga ai. Dhe kjo le të jetë si një motivim për nënat dhe për motrat tona, pasi ne jemi ato që e përgatitim iftarin. Ne jemi ato që nëse dëshirojmë, ftojmë mysafir. Nëse nuk dëshirojmë, atëherë gjejmë lloj-lloj mënyrash dhe lloj-lloj arsye për të mos pasur mysafir. Le të mendojmë kohën tonë si ishim para disa viteve, ku çdo iftar dhe çdo natë e Ramazanit ishte e mbushur me mysafir, e kurse sot në ditën që po jetojmë, pritojmë të ftojmë njerëzit edhe më të afërt. Pritojmë të ftojmë njerëzit që i kemi familjar dhe për zemër. Edhe nëse në këtë muaj të bekuar të Ramazanit nuk bashkohemi, atëherë si do të jetë gjendja jonë jashtë Ramazanit? Ramazani është një shkollë që na mëson. Ramazani është një shkollë që neve na edukon, si të jemi edhe 11 muaj të tjerë. Andaj, vetëm për hir të Allahut xhaleshanuhu me një sinqeritet të plot, të mundohemi sa më shumë të ftojmë njerëzit në iftar, aq sa i kemi mundësitë, aq sa kemi ne kapacitet. Dhe motra të dashura, ju këshilloj që mos nguroni dhe mos e kurseni veten tuaj. Bëjeni me shumë dashuri, bëjeni me sinqeritetin më të plot, me bindjen më të plot se vërtet shpërblimin do ta keni nga ana e Allahut xhaleshanuhu dhe besoni se ajo lodhje dhe ai mund që ju do ta ndjeni do të kthehet në një kënaqësi që nuk ka përshkrim. Po ashtu pejgamberi alayhis salam në një hadith tjetër na këshillon dhe thot, e ka shijuar ëmbëlsinë e besimit ai person i cili i ka plotësuar 3 gjëra. Vepron veprat e adhuron vetëm Allahun xhaleshanuhu, dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut xhaleshanuhu dhe ka arritur të jap zeqatin e pasurisë së tij për çdo vjet me kënaqësi. Fundi i këtij hadithi desha pak që të ndalem dhe të e analizojmë dhe të shpjegojmë së bashku me shpresë që të marrim mësim, pasi fundi i hadithit të pejgamberit alayhis salam flet shumë qartë. Ai person i cili ka arritur të ndajë nga pasuria e tij zeqatin për çdo vjet me kënaqësi. Pasuria është diçka që na don shpirti. Pasuria është diçka që gjithë secili lakmon dhe nëse ti ke arritur vërtet që pasurinë tënde të ndash çdo vit atyre që kanë nevojë me kënaqësi, të dish se ti ke arritur ëmbëlsinë e imanit. Ti e ke kuptuar se vërtet shpërblimi është vetëm prej anës së Allahut xhaleshanuhu. Dhe shfrytëzoj rastin që ta këshilloj së pari vetveten, por edhe juve, dhe të mos mendojmë se ato që kanë pasuri, shpesh herë dëgjojmë dhe na thonë se ne punojmë. Ne kemi arritur në një shkallë, pse mos të punoj edhe ai tjetri? Dhe pse unë jam i detyruar të ndaj nga pasuria ime? Mos mendo se Allahu xhaleshanuhu nuk kishte mundësi ta furnizoj edhe skamnorin. Mos mendo se Allahu xhaleshanuhu për të ishte pamundur që edhe atij t'i jep pasuri dhe edhe të gjithë njerëzit i bënte një shkallë të barabartë. Por deshti Allahu xhaleshanuhu që nëpërmjet teje ta furnizoj një skamnor. Andaj mos u bën koprac, mos u bën mendje madh dhe mos e neglizho dhënien e zeqatit duke menduar se nuk ke të drejtë, duke menduar se e drejta jote është pasuria jote, pasi vallahi zeqati është e drejtë e skamnorit dhe nëse ti nuk e jep zeqatin tënd, ta dish se ke përgjegjësi para Allahu xhaleshanuhu dhe je duke i hir në hak skamnorëve, pasi që vërtet varfëria ekziston, jo se nuk kemi me çka t'ju ushqejmë të varfrit, por të pasurit nuk kemi si t'i ngopim nga egoja që ata e posedojnë.
Në vazhdën e këtyre pyetjeve mund doja të ndaleshim pak edhe tek dimensioni i adhurues i jetës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. A mund të na tregoni si ishte namazi i pejgamberit alayhi salam gjatë këtij muaji të bekuar? Pejgamberi alayhis salam si në çdo adhurim tjetër ishte shembull, por shembull i padiskutueshëm ishte edhe në namaz, pasi namazin e kishte të dashur dhe e kishte shumë për zemër. Namazi i pejgamberit alayhis salam ishte me një sinqeritet shumë të plotë, me një ëmbëlsi që ndoshta rrallë kush prej nesh mund t'i afrohet ëmbëlsisë së namazit që e ka pasur pejgamberi alayhis salam. Por për të arritur në një shkallë aq të lartë, ne fillimisht duhet t'i pastrojmë zemrat tona, duhet të largohemi nga haramet që i bëjmë në vazhdimsi, duhet të jemi shumë në rrugën e Allahu xhaleshanuhu që dal nga dal të arrijmë edhe shijimin e namazit. Pejgamberi alayhis salam dilte me shokët e tij për të falur namaz gjatë netëve të Ramazanit dhe disa net nuk doli duke thënë se kisha frikë se mos ju bëhet obligim edhe juve. Këtu flitet për namazin e pejgamberit alayhis salam gjatë natës, ku pejgamberi alayhis salam ka falur namaz nate rregullisht edhe gjatë muajit të Ramazanit, edhe jashtë muajit të Ramazanit, ku na tregon Hazreti Aisha dhe thotë se namazi i pejgamberit alayhis salam ishte 11 namaze, pra 8 rekat ka falur namaz nate dhe duke bashkangjitur edhe salatu vitri në fund. Pra pejgamberi alayhis salam nuk diskutohet për namazet farze, ato gjithmonë i ka falur me xhamat, gjithmonë është munduar të i falë në xhami. Mirë po pejgamberi alayhis salam ishte aq i kujdesshëm, edhe pse ishte njeri më i dashur i Allahu xhaleshanuhu, edhe pse ishte njeri i përgëzuar me xhenet, ai asnjëherë nuk e neglizhoi namazin. Ai asnjëherë nuk e neglizhoi namazin e natës dhe namazet nafile, pasi ishte rob adhurues që adhuronte shumë Allahun xhaleshanuhu. Dhe kur e ka pyetur Hazreti Aisha radiallahu anha, o i dërguari i Allahut, ti je një person që Allahu xhaleshanuhu ti ka falur të gjithë gjunahet, pse po falesh kaq shumë? Pejgamberi alayhis salam i është përgjigjur, a nuk meriton Allahu xhaleshanuhu që unë të jem rob falendërues, dhe ne të ndalemi dhe të këshillojmë veten tonë. Të ndalemi dhe të pyetim veten tonë se ku jam unë dhe namazi im? Si e bëj unë namazin tim, apo thënë më keq? A e fali unë namazin? A gjej kohë unë për namazin tim? Allahu xhaleshanuhu në ajet e kuranor thot Bismillahirrahmanirrahim wa aqimu salate wa la takunu minal mushrikin, dhe faleni namazin e mos u bëni prej udhujtarëve. Neve për fat keq në çdo Ramazan na përsëritet një pyetje e çuditshme: a na pranohet agjërimi pa namaz? Ne vërtet nuk duam të gjykojmë askënd, vërtet nuk duam të marrim rolin e gjykasit, pasi gjykimi i takon vetëm Allahut xhaleshanuhu. Mirë po ajetet e qarta dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam vërtet janë shumë të qarta sa që njeriu që ka logjik, ai që ka logjik dhe mendon, fillon të analizon se ku jam unë. Ku pejgamberi alayhis salam në hadith shumë të qartë thot, mes njeriut dhe kufrit është lënia e namazit. Andaj pa mos e komentuar as pak këtë hadith, a mos vallë ke ende arsye që mos të falesh? A mos vallë ke ende arsye se ti nuk ke kohë apo mënyrë për të falur namazin? Unë ju këshilloj motra të dashura dhe vëllezër të nderuar, për namazin asnjëherë mos gjeni arsyen. Për namazin asnjëherë mos e gjeni arsyen se nuk mund të falim, por në le të jetë ky Ramazan që ti do të fillosh të gjesh mënyrën, pasi për namazin do të japim llogari para Allahu xhaleshanuhu. Dhe vetë nga madhështia e këtij urdhrit, pejgamberi alayhis salam është shkëputur nga jeta e tij duke thënë namazi. Dhe kjo është një mesazh për të gjithë ne, se ne nëse vërtet nuk e kemi rregulluar çështjen e namazit ton, atëherë është në pikpyetje edhe imani jon, është në pikpyetje edhe besimi jon. Andaj pasi jemi musliman, e falenderojmë Allahun xhaleshanuhu që na ka bërë prej kësaj feje, e cila është feje dalluar, e cila është feje vetme e pranuar tek ai. Atëherë le të jemi musliman vërtet, ashtu siç Allahu xhaleshanuhu na urdhron. Pejgamberi alayhis salam kur vinte 10 ditë që i fundit, ai shtrëngonte ripin, e zgjonte familjen e tij dhe e shtonte adhurimin. Pra pasi jemi në këtë muaj të bekuar, dhe ditët e këtij muaji të bekuar kalojnë shumë shpejt.
Le të mundohemi sa më shumë të përshpejtojmë në veprat e mira, e sidomos kur të arrin 10 ditë që i fundit. Kur të arrin 10 ditë që i fundit, ta shtojmë ibadetin, ta shtojmë dhikrin, ta shtojmë sadakan dhe çdo vepër të mirë të mundshme, ashtu siç na ka urdhëruar pejgamberi alayhis salam, dhe të mundohemi në maksimum të kërkojmë natën e Kadrit, e cila vlera e saj është shumë e madhe, dhe nëse ne vërtet e përfitojmë dhe arrim që ta kalojmë atë natë me adhurim, ashtu siç na këshillon pejgamberi alayhis salam, inshallah tek Allahu xhaleshanuhu do të jemi prej njerëzve të pranuar dhe të falur. Inshallah. Kur ne flasim për shembullin e pejgamberit alayhis salatu wassalam gjatë muajit të Ramazanit, nuk do të thotë që është fjala vetëm për tek namazi dhe tek agjërimi i tij, pasi që çdo detaj i jetës së pejgamberit alayhis salam ka qenë dhe mbetet një mësim për ne. E nderuara teologa, mund të na tregoni se si vepronte pejgamberi alayhis salatu wassalam gjatë kohës së syfirit dhe kohës së iftarit? Pejgamberi alayhis salam në kohën e iftarit, ai e prishte agjërimin e tij me hurma të freskëta. Nëse nuk kishte hurma të freskëta, me hurma të thata, e nëse nuk kishte hurma të thata, ai prishte agjërimin me pak ujë. Andaj kjo është hadithi i pejgamberit alayhis salam se nëse ne dëshirojmë që vërtet të ndjekim rrugën e tij, atëherë gjithsecili ka mundësi të blej hurma, qoftë të freskëta apo të thata, dhe të prish agjërimin njëjtë sikur e ka prishur edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam e dinte se në kohën e iftarit nuk kthehen duat prapa, dhe inkurajonte edhe familjen e tij që të bëjnë dua, dhe kohën e iftarit ato e kalonin bashkarisht me dua. E shpejtonte iftarin, ndërsa sifirin e vononte. Në sifir pejgamberi alayhis salam e vononte për arsye se e dinte se në sifir ka begati, dhe në të njëjtën mënyrë na këshillon edhe neve që ta vonojmë sifirin ton, duke hëngur ushqim dhe duke pirë deri në fundin e kohës të cilën kur përfundon sifiri, me shpresë tek Allahu xhaleshanuhu që gjithë kohën që e kalojmë të jemi të bekuar tek Allahu xhaleshanuhu dhe të përfitojmë sa më shumë shpërblimet dhe bekimet e tij. Dhe pas kësaj bisede kaq frymëzuese për muajin e bekuar të Ramazanit dhe shembullin e pejgamberit alayhis salatu wassalam gjatë këtij muaji të bekuar, çfarë mesazhi do të lini tek teleshikuesit tanë? Teleshikues të nderuar, në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, çdo këshill që dëgjohet, çdo vërejtje që ju jepet, merrnja me shumë sinqeritet dhe me shumë butësi, pasi është vetë muaji i ndryshimit dhe muaji i reflektimit, dhe unë shpresoj tek Allahu xhaleshanuhu që këto fjalë që jam munduar t'i them këtu para jush, janë fjalë që sadopak kanë prekur në zemrat dhe në shpirtat tuaj, duke mos dashur që askënd ta ofendojmë dhe nënçmojmë, pasi fundja të gjithë jemi vëllezër dhe motra, dhe të gjithë së bashku synojmë të arrijmë shpërblimin e Allahut xhaleshanuhu dhe të fitojmë xhennetin e tij. Ju kisha këshilluar që askush të mos dëshpërohet nëse është një person që ka gjunahe, sado gjunahe të vogla apo të mëdha qofshin, dera e Allahu xhaleshanuhu për pendim është gjithmonë e hapur. Gjithsecili ka vend tek Allahu xhaleshanuhu, por na duhet që ne të pendohemi me një sinqeritet shumë të plot. Le të kujtojmë thjesht babain e njerëzimit Ademin alayhis salam, ku edhe ai gaboi, e kur e hëngri pemën e ndaluar, si veproi babai i njerëzimit? A u tërhoq dhe u mbill në vetveten e tij, apo shpejtoi në pendim dhe vazhdoi jetën e tij? Ademi alayhis salam me njëherë pasi bëri gabimin e tij, ai u pendua tek Allahu xhaleshanuhu dhe vazhdoi jetën e tij. Pra kjo është një mësim për gjithë njerëzimin, se të gjithë gabojmë, pasi çdo njeri është gabimtar dhe më i miri tek Allahu xhaleshanuhu është ai që pendohet. Le të jetë ky muaj një muaj i pendimit, le të jetë ky muaj një muaj i reflektimit, le të jetë një muaj që ne do t'i rikthehemi vërtet dhe me sinqeritet rrugës së pejgamberit alayhis salam, të jemi musliman vërtet me zemër dhe me shpirt, e jo vetëm me emër. Unë lut Allahun xhaleshanuhu që në të gjithë familjet e juaja të mbizotroj lumturia, harmonia, qetësia. Le të jenë familjet tona të mbushura me lumturi dhe me dashuri gjatë këtij muaji të Ramazanit. Lut Allahun xhaleshanuhu që të na ruajë të gjithë njerëzit që i duam dhe na duan me zemër. Lut Allahun xhaleshanuhu që nga ky muaj i bekuar të mos dalim ndryshe vetëm se fitimtar. Unë ju falenderoj shumë për durimin që treguat dhe inshallah Allahu xhaleshanuhu ju shpërbleft për këto minuta që kaluat së bashku. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.
Nderuara teologë, ne ju falenderojmë shumë që pranuat ftesën të ishi pjesë e emisionit ton. Ne ju falenderojmë edhe për kohën të cilët e ndatë dhe për këto mesazhe kaq të vlefshme për ne dhe për teleshikuesit tan. Ishte kënaqësi e veçantë që kishim sot këtu me ne. Të dashur teleshikues, kjo ishte e gjitha nga programi podcast Ramazani. Ne ju falenderojmë që ishit dhe na ndoqët deri më tani. Deri në takimin e radhës, qofshin në mbrojtje të Allahut fuqiplot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.